ti burrin e more me dashuri apo me shkuesi? Pa që shkuesi në shaj vogël 15 vjetë. Ku e njohë burrin, na trego pak historinë. Po shoh në Elbasan, ku do Po na trego historinë, ha. Si ta vodhi zemrën, ha. Ashtu e pas qënë bukur, i mirë, ishe familje shumë e mirë, ishe mama intelektuale, profesore, ishe ju letërsisë, familje me, ishte quni bukur dhe unë dashurova. Po dhe ti e bukur ke qënë, se je bukur dhe tani. Kështu ishte njeri unë, po nuk e jetove, nuk e njef. Ashtu. Fillim shkollësyll. Pastaj Vite më vonë është që e njef njeri unë kur lindë, që bashkë me fëmijë. Tani, si ta shprehu dashurinë, apo e ngacmove ti e parë? Jo, unë së ngacmoj njeri. Nuk ngacmoj. Ku ishte koha jo ngacmoshim në qunga. Ishte goca të gudimshme, po ha, edhe ka ngacmuar. Nese, si gjithë. Si të ngacmoj pra, na i tregoj një aty tjera. Po që tregojnë ty? E si në gjiro, qeshim, lushim, takoheshim. Ai të shite, si bëje ti kur të shite ai? A, si gjaz baja. Si gjaz baja. Një qeshja luja. Ke marrë zemrën dhe ti? Kush e di sa e bukur, ti e bukur edhe sot, po? O, në gjaz zemrën. Tash çdo njeri ka të bukurinë e vet. Që i ka dhënë Zoti ashtu. Si drita dhe sot. Rrofsh ti Alma, ti e bukur vet. Faleminderit I kemi thënë që e kemi të bukur shumë bashkë me Po djalin. sot si dashurojnë sot, se ka ndryshuar dashuria, se po na pishen ballokume të bëjmë një ndërmohabet. Ja, si po duam makina, duam vila.